më shumë dritë, më pak kosto. AE Solar. Me Noble Real Estate, ëndra juaj është një realitet për një shtëpi ku deti është fqinji juaj i parë. Hey miq, ju ftoj përzemërsisht të ndiqni kanalin Luaj Derën, aty do gjeni shumë energji pozitive për të rritur, për të zhvilluar dhe për ta bërë jetën një storje suksesi. Është koha që ta ndrojmë pakës energjinë dhe të fokusohemi te ajo që t'i bëjmë mirë komunitetit. Por si t'i bëjmë mirë komunitetit, ndërkohë që ne vetë brenda nuk jemi mirë. Për këtë çështje, nganjëherë shkojmë te mjekët, po nganjëherë ka mjekë që të shërojnë me fjalë dhe unë jam me Sheki Huseinin me mjeshtrin e meditimit në Tetov. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Udhëtime të shumta nuk të lënë të qetë, po kësaj radhe jemi në Tetov dhe po takohemi me rastin e Tetorit Ros. Sheki Huseini po jep një sesion falas për gjitha gratë që kanë pyetje për t'i shtruar lidhur me stresit të ankthim depresionin, pra gratë e prekura me kancer gjiri, sesion falas nga mjeshtri Sheki Huseini. Fillimisht të falenderoj për këtë gjë. Kënaqësi për mua. Tani do na thuash si furnizohesh ti me energji pozitive që ta shpërndash më pas te të tjerët. Baza e furnizimit me energji pozitive është meditimi. Dhe meditimi është një aksesi drejt për drejt tek ai burimi i brendshëm i energjisë, që është një energji autentike të cilën e ka secili, dhe kur ne arrijmë ta qetësojmë mendjen nëpërmjet teknikave të meditimit, befasohemi edhe vetë se sa energji kemi. Është një energji e pashtershme, është për neve, aty është një dhuratë për ta ushqyer këtë sistemin që quajmë ne mendje, trup, shpirt, por fatkeqësisht jo secili arrin që ta aksesoj atë, sepse nevojitet të bësh diçka para kësaj. Dhe për atë jam këtu. Zakonisht ne gratë, tash them më shpesh nuk e di më shpesh, po zgjohemi në mëngjes dhe themi nuk kemi energji si ta filloj ditën. Ka momente kur ne nuk mund ta bindim veten që të dalim nga shtrati dhe të fillojmë të jetojmë përjashta, të ballafaqohemi me situatat përjashta, mos them problemet, edhe me jetën përjashta. Çfarë na ndodh në ato momente? Çfarë duhet të bëjmë? Shiko, e para duhet të mësohemi ta fillojmë ditën me falënderim. Vetë falënderimi, pavarësisht se si ndihesh, të jep një lloj freskie që nga fillimi i ditës. Dhe jo me ata sfidat dhe gjërat ngarkesat që ne mendojmë se do ndodhin, po kjo është e para. Dhe natyrisht ndonjë lëvizje, ndonjë ushtrim, nëse dikush bën yoga, tani do përmendi jogën, por para së gjithash meditimi është bazik, që ne mos e lëshojmë krevatin me njëherë, po sapo i kemi hapur syt, t'i dhurojmë vetes një 5 minuta, 3 minuta, bëjmë disa frimarje thella dhe t'i falenderohemi krijuesit madh ekzistencës që i hapëm syt dhe kemi në dispozicion një ditë me plot surpriza. Po, edhe shqyr nuk na dhem askund nëse jemi të shëndosh, apo kjo është më e rëndësishme, tua themi atyre që na përcjellin. Po. Nëse zgjohemi mirë shëndosh, po nëse na dhem, prap mjekët thonë është simptome mirë se i dhem të gjallit. Po, shiko, çdo dhimbje, nuk duhet ta harrojmë, nuk është armiku jon, por është një sinjal, është një lajmëtar, një postier që të çon një mesazh se në sistemin tënd ka për të bërë diçka. Kështu që një lloj si me makinën, nëse na ndizet një dritë e kuqe në makinë, le të themi nëse është për ta mbushur me benzinë, ti e din se duhet të ndalesh dikundi dhe ta mbushësh me karburant makinën. Kështu është edhe me neve, por nëse gjërat përsëriten, atëherë është diçka që në përditshmërinë tënde duhet ta përmirësosh. Dhe kur e përmirësojmë në përditshmërinë tonë, atëherë në fakt ne kemi përmirësuar edhe stilin e të jetuarit, jetën tonë në përgjithësi. Dhe të gjitha dhimbjet që na lajmërohen, ato kanë një mesazh. Dhe jona është që ta zbërthejmë, ta eksplorojmë atë mesazhin, sepse trupi nuk dhem kot dhe gjithmonë komunikon me neve. Por ne fatkeqësisht e marrëm si të mirëqen dhe i luftojmë simptomat me medikamente, me gjëra, me një inteligjencë të jashtme dhe nuk e shfrytëzojmë atë inteligjencën e mbrëmshme që e kemi dhuratë që nga fillimi, respektivisht që nga barku i nënës, që din saktësisht se si ta shëroj trupin tonë. Por ne nuk e përdorim. Ka shtete, Sheki, që kanë filluar udhëtimet t'i shkruajnë në recetë, domethënë nuk po shkruajnë më barna, po shkruajnë udhëtime në recetë. Besoj që udhëtimi është një lloj terapie. Sidomos për personat që kanë ankthe, që kanë sulme paniku, që kanë depresione. Besoj që udhëtimi është një shërues më i mirë se sa antidepresantët, të cilët kohëve të fundit shiten më të madhe. Shiko, udhëtimi është shërim në vete, sepse shiko, çfarë ndodh gjatë udhëtimit? Ne ndryshojmë gjendjen, ne ndryshojmë vendin, duke ndryshuar vendin,
mjedisin ku jemi, ne ndryshojmë edhe energjinë tonë. Mandaj çfarë ndodh? Ndodh se ne shikojmë natyra nuk është e njëjtë askundi. Dhe çfarë është natyra? Është pjesa e dukshme e Zotit, e Perëndis. Dhe vetë të shikuarit e natyrës, madje nëse nuk e gjykon, nuk e vlerëson, nuk e interpreton, thjesht vetëm e shijon dhe e pranon faktin se në natyrë nuk ndodh asgjë gabim. Në natyrë është gjithçka perfekte. Dhe atë ti fillon të krijosh një koherencë, një harmoni me natyrën dhe kjo shkon në favor të mirëqenjes mentale, shpirtërore dhe fizike. Udhtoni sa më tepër që mundeni, sepse nëse keni para sigurisht, sa ju lejon xhepi. Sa lejon. Sheki, është shumë interesante sepse ti ceke që meditimi është një lloj kërkimi dhe gjetje e paqes së brendshme dhe Zotit, në ndërkohë që njoh shumë njerëz që thonë, si më thani, paragjikojnë meditimin si diçka jo fort të shëndetshme për çështje fetare, apo jo? Ndërkohë që ti më ke thënë që edhe profeti Muhammed ka medituar. Po të gjithë profetët, të gjithë avatarët, të gjithë njerëzit e mëdhej, shkencëtarët, filozofët kanë praktikuar meditimin. Është shumë normal që njerëzit paragjikojnë. Njerëzit do paragjikojnë gjithmonë gjërat të cilat nuk i njohin. Edhe paragjikimi natyrisht është një perde, e cila një ditë duhet ose të griset, që ta shikojmë realitetin drejt për drejt, pa pengesat e paragjikimit, se vetë fjala thot paragjikim. Përpara se ta gjikojmë një diçka në mënyrë reale, ne ke vendosur një barierë, një perde. Edhe shpesh ndodh që njerëzit që paragjikojnë një ditë ta ndryshojnë perceptimin e tyre. Mua më duket shumë normale dhe me që përmende meditimi feja, meditimi nuk ka të bëjë fare me fe, por secila fe ka nevojë për meditim. Secila fe, ritualet fetare kanë në esencë meditimin pjesë përbërëse. Sheki, do na i sqarosh këto varëset se mendoj se janë lidhen me diçka me energji. Po, njëra është kjo turmalin, një kur turmalin, dhe ka një efekt të jashtëzakonshëm për të mbrojtur nga energjitë e ulta, energjitë negative, dhe ndikon. Ndërsa kjo tjetra është diçka mistike prej druri, Palo Santo, që ma ka dhuruar një miku im, dhe që unë ndihem mirë kur e kam me vete, por nuk ka të bëj me atë se unë ju besoj këtyre dhe... Jo, absolutisht. Thjesht Ne besojmë në paqen e brendshme, dhe besojmë se përmes asaj paqe takohemi edhe me Zotin, edhe i drejtohemi atij, i lutemi, është një formë tjetër për t'i bërë gjitha këto. Po, natyrisht, shiko, lutja është një komunikim i drejt për drejt me hinorën. Edhe lutja është një akt shumë i madh. Do doja që secili të mësohet në mënyrën e duhur se si të lutet. Dhe këtë kam edhe në trajnimet e mia si pjesë përbërëse lutjen. Shumica e njerëzve luten dhe nuk funksionon dhe dikur dëshpërohen, thotë po mirë, sepse nuk e kanë mësuar saktësisht se si ndërtohet një lutje. Unë të përmendi vetëm dy aspekte. E para, për lutje njeriu duhet të ketë durim. Nëse je në nxitim edhe shpejt se unë nuk kam kohë, nuk pranohet ajo lutje. Mandej lutja duhet jetë e pastërt. Dy fish duhet jetë e pastër. Edhe përmbajtja e lutjes duhet jetë e pastër, që do thotë lutja jote nuk guxon të dëmtoj askënd, lutja jote nuk guxon të varfëroj askënd, nuk guxon të hakmiret askujt, edhe ti duhet të jesh i pastër. Në momentin kur ti lutesh, dikush të duhet të plotësosh. Në kraharorin tënd duhet ta ndjesh mirënjohjen dhe dashurinë. Se nuk ta pranon Zoti lutjen duke pas ti mlef në sistemin tënd të zemrime, acarime, hakmarrje, këto ndjenja që na shkatrojnë. Nuk merret me ty fare. Tani të bëhemi të sinqertë, Sheki, besoj që secili njeri i gjallë ballafaqohet me gjitha këto veset i quajmë, domethënë që ti e ze veten duke u rryer tjetrin, duke i dashur të keqen tjetrit, duke qenë i zemëruar shumë. Këto ndjenja na bëjnë më shumë dëm neve sepse tjetrit, apo sepse eksplicit. Apo? Po, natyrisht, kjo do ishte një lloj sikur do doje diken ta helmoje dhe ti fusje kafes tënde helm dhe pije kafen dhe të prisje që ai tjetri të helmohet, të vdes. Po kjo nuk ndodh. Domethënë çdo zemrim shkon në disfavorin tonë, domethënë në dëmin tonë. Dhe njerëzit që arrin të na zemrojnë, ato njerëz arrin neve të na kontrollojnë, janë duke na kontrolluar pra gjendjen tonë, edhe ne në atë moment, këtë më pëlqen të them, ne po e dëshmojmë veten se jemi të varfër për arsye se kemi lejuar që qelsin e disponimit tonë ta mbaj dikush tjetër në xhep. A si ta mbajmë qelsin vetë në xhep? Duke punuar me veten, duke e njohur veten. Si të punojmë me veten? Me veten do bëna duke e... Ti themi vetes mos ure, duaj më shumë. Duke e i thon mos ure, mos akme, to t'i la manësh. Këto janë
gjëra që fatkeqësisht janë tek Në qenia natyrën njerëzore, njerëzore. në natyrën njerëzore, por ne duhet të kultivojmë këta elemente tjera, respektivisht to energji tjera, si që janë dashuria, mirënjohja, dëmshuria, falënderimi, sinqeriteti, të gjitha këto gjëra, të ngjësitë e mira. Me një fjalë, na sugjeron të merremi me veten, se duke u marrë me veten nuk kemi kohë të merremi me tjetrin. Definitivisht, dhe duke u marrë me veten, ne bëhemi njerëz më të mirë. Dhe kur individi bëhet njeri më i mirë, natyrisht ai pjesë përbërëse e shoqërisë dhe shoqërinë do ta kemi më të mirë. Dhe duke u marrë me veten, ne në fakt zbulojmë shumë gjëra për të cilat nuk jemi fare të vetëdijshme, që nuk i kemi krijuar vetë, ne i kemi në dispozicion për t'i eksploruar dhe për t'i konvertuar në vlerë edhe për veten, por edhe për komunitetin. Të flasim pakës për çlirimin që të sjell meditimi, sidomos në qoftë se në fakt të filloj prej kësaj. Të gjitha gratë që i kam intervistuar me kancer gjiri thonë pothuajse të njëjtën gjë, që më herët kanë pasur një energji të keqe brenda vetes dhe tani pasi kanë marrë një diagnozë kanë ndryshuar totalisht. Do të thënë janë më pozitive, nuk merren me gjëra të këqija, atë energjinë e keqe e çlirojnë me një herë për jashtë, disa arrin ta bëjnë suksesshëm, disa jo. A mund të themi që është një terapi që mund të parandaloj sëmundjet ose qelizat kancerogjene brenda trupit? Definitivisht. Ka ndonjë studim që ti ke lexuar, sheke sepse e di që lexon, që ka konstatuar një diçka të tillë? Po, ka plot studime. Shiko, kur ne meditojmë, atëherë ne e qetësojmë mendjen. Dhe mendja është ai ndërmjetësuesi, respektivisht ajo bariera për të aksesuar atë inteligjencën universale trupore që trupi e ka, siç përmenda më parë, që nga fillimi. Dhe ajo inteligjencë universale, hinore, ajo din gjithmonë se si ta shërojë dhe si ta mirëmbajë trupin, nëse nuk do interferonte mendja. Dhe në çfarë forme interferon mendja? Mendja interferon në formë të programeve, besimeve, bindjeve, traumave dhe para së gjithash nëpërmjet emocioneve të ndryshme që i ka ndridhur njeriu në rrugtimin jetësor, në të kaluarën, traumat e ndryshme që i fshe, shumë gjëra të pathana, të panxjera jashtë, ka goditur shumë gjëra brenda, ka ndridhur çka mos, edhe ajo është një energji e cila në një moment të caktuar fillon pastaj të manifestohet si sëmundje brenda trupit. Po, shiko, sepse krijohet edhe një dimension i pakontrolluar i të jetuarit. Do më thonë, kur je në ndikimin e rrëmujës së emocioneve të ndryshme të ulta, do më thonë të duket sikur gjërat të dalen nga kontrolli. E në momentin kur të duket kjo ka një impakt edhe tek qeliza. Edhe qeliza fillon të dalë nga kontrolli. Fillon flet. Dhe thot jo. Po, natyrisht dhe fillon edhe përçarja tek qeliza. Dhe qeliza, pavarësisht nga i tërë sistemi, fillon ndarjet e saja dhe fillon të shumëzohet në organizmin e njeriut. Ka shumë logjik kjo që thoni për shkak se Gabor Mati thot që nëse ju nuk thoni jo, do thot sëmundja përmes trupit tuaj jo. Edhe kjo sugjerim për të gjitha gratë, apo sugjerim për të gjitha gratë që nuk i shprehin dëshirat që kanë, gjërat që i mundojnë, ti thonë më shpesh. Unë bile bëra një shaka me ty, sheki, thash, burrat nuk u japin shumë komplimente. Si ta rregullojmë këtë çështje? Shiko, e para njerë, unë kam një qasje më specifike, ne nuk duhet të mësohemi të varësohemi nga komplimentet. Sepse kur vinë komplimentet, mirë janë dhe ne mësohemi që të konsumojmë komplimente, por çfarë do bëjmë atëherë kur do na mungojnë komplimentet? Për arsye se tjetri ka harruar ose nuk don, ose është larguar. E para është, ne duhet të mësohemi të kënaqemi me veten. Ti japim komplimente vetes. Dhe aty fillon ajo dashuria për veten. Kjo është e baza. Dhe një person që e don veten në kuptimin e plot fjalës, ai ka një prevencion shumë të madh ndaj shumë sëmundjeve të ndryshme psikosomatike dhe autoimune. Po. Në rast konkret, kur flasim për gratë të prekur me kancer gjiri, është një doktor, Ilir Ismaili, që gjithnjë potencon në gjitha bisedat që kemi, që mbështetja nga familjarët dhe fjalët e mira nuk duhen kursyer në këtë rast. Është pak një rast më specifik. Kështu që kërkon një ambient tjetër, pak më bashkëpunues. Për shembull, ju për vete jeni shumë mbështetës me fjalët e mira që u thoni tjerëve dhe nëse tjetri nuk ka disponim, thjesht ja ktheni me fjalët që ja thoni që je unik, je shumë i mirë, kontribon shumë mirë për shoqërinë, janë disa komplimente që njerëzit. Po, këta i bëj edhe ti quan komplimente, unë i quaj të vërtetat e mia, sepse... Edhe kjo është një kompliment. Të vërtetat e mia, sepse këto unë së pari kam bërë me veten.
Unë i bëj akoma sot, ose vazhdoj të jetoj, të frimoj, i bëj komplimente vetë, unë knaqe me veten, flas me veten në momente të caktuara, e shijoj veten, e përqafoj, i ndjeja dashurinë e thellë dhe kur kjo është autentike, ndodh jo në nivel kozmetik, po në nivel autentik, atëherë ti nuk mund ta mbash më për veten. Ti e shpreh edhe të këtë tjerë dhe kur i them dikujt je unik, je i jashtëzakonshëm, je i veçantë, unë ndjej, unë i flas vetes, sepse shiko, në mistik nuk ekziston tjetër. Ne themi ai tjetri, jo. Ne jemi të gjithë të lidhur dhe kur ti ndjen diçka dhe ja thua të tjetrit, do të thënë pa filtra, është e pastërt, ti në fakt flet me veten, ti i bën mirë edhe vetes edhe tjetrit. Unë duke u bë, le të themi komplimente, sepse unë nuk bëj komplimente, duke e bërë këtë me të tjerët, unë vetë ndihem mirë. Në fakt, unë nuk e bëj për të tjerët, e bëj për veten që të ndihem mirë. Shumë e vërtetë. Kështu që edhe tjetri përfiton edhe unë. Kujdesu çdo ditë ti bësh mirë të ndihen dy njerëz dhe kujdesu që njëri nga këta të jesh ti vetë. Kështu që Eksakt. Kështu që dalim zërisht ajo që thoni. Sheki, kohëve të fundit njerëzit janë bërë shumë lakmitar, për them njerëzit, tash nuk e di nëse e gjej dhe veten në këtë pozita, si gjithmonë duhet të jemi edhe autokritik. Dua më shumë të kemi se sa të jemi, me një fjalë, apo të kemi, ajo dëshira për të pasur, paraja, kjo jeta dinamike, kapitalizmi, si e sheti këtë? Sepse në momentin që i përmend gjitha këto, na dalin shumë njerëz të cilët kanë probleme me ankth, me sulme paniku, me këto gjëra. Shiko, nëse ne nuk e menaxhojmë sistemin nga i cili jemi ndërtuar si duhet, nëse nuk e ruajmë harmoninë e brendshme, atëherë timonin në dorë, pra siç ndodh, do ta marrë mendja jonë. Dhe mendja prodhon një komponent që ne e quajmë ego. Dhe egoja ka një veti shumë të rrezikshme, pangopshmërinë. Dhe njerëzit që jetojnë në dimensionin e egos, të kapur nga egoja, ato nuk ngopen asnjëherë. Asnjëherë nuk ngopen dhe për këtë ka shumë studime, unë e njoh vetë shumë raste dhe kjo pangopshmëri, kjo i mban gjithmonë në një gjendje të shqetësuar, gjendje boshliku, pakënaqësie dhe ajo që the se njerëzit duan të kenë, ka të bëjë vetëm me mendjen. Shpirti nuk don të ketë, shpirti don të ndihet. Shpirti don paqen, lirinë. Egoja nuk të ofron liri. Komponenta kryesore, vërteti kryesor i shpirtit është liria. Është kusht që shpirti jo të ndihet i lirë. Pse është kusht? Për arsye se liria e kushtozon lumturinë. Nëse nuk je i lirë, nuk mund të jesh i lumtur. S'mund të thuash ti unë nuk jam i lirë, po jam i lumtur. Nëse nuk je i lirë, nuk mund të jesh e lumtur. Po edhe liria ka një çmim xhamazia. Dhe cili është çmimi i lirisë? Guximi. Njerëzit nuk kanë guxim. Liria nuk të falet, duhet ta fitosh me guxim. Guxim të punosh me veten, guxim të përballesh edhe me dritën edhe me hijen që bart në veten tënde. Kjo është përgjigjja për këtë ata që thoni kam të gjitha apo nuk jam mirë. Kjo është përgjigjja. Po një pjesë e tyre janë klientët e mi. Çka thon, shiki, as njerëz të kanë pyetur, e di që është një sekret profesional, por më thuaj rastin më shumë ti që të ka frymëzuar, t'ua tregojmë gjithë atyre që janë më tanë, ndonjë i pasur për shembull që ka guxuar të gjej lirinë me ty. Shiko, ka plot të tillë, po në raste kam pas në Zvicrën e Gjermani, për shembull njëri kur ti e shikon ti thua, wow, vetëm 1% të kishat të asaj që ka ky njeri dhe pastaj, domethënë nga pamja e jashtme, nga dukja. Dhe pastaj kur fillon të flasësh, duke folur sa më gjatë që flet aq më e madhe bëhet distanca, thua shqyr Zoti që nuk jam në lëkurën e këtij. Domethënë kam pas raste që edhe pse ka pasur shumë, duke bërë një jetë luksoze e krejt, po kur shpirti flet për hir të boshliku që ja ke krijuar ti, zhvesjes së vazhdueshme dhe ndrydhjes së vazhdueshme, atëherë mendja e ndihmon këtë proces dhe të shtihet deri në vetvrasje. Dhe në raste të këtilla, tek këta njerëz krijohet një fenomen shumë specifik, shkenca e ka studiuar këtë, ti fillon të ndihesh i huaj në vetvete. Edhe një kategori e njerëzve që bëjnë vetvrasje, ato nuk e vrasin veten, po e vrasin atë njeriu e huaj që nuk e durojnë më tek vetja e tyre. Shumë e bukur kjo, edhe e dhimbshme njëkohësisht. Ky fenomen është shumë i shpeshtë te të rinjt tan, shiki, besoj e ke dëgjuar, besoj jo vetëm në shoqërinë shqiptare, besoj gjithkund në botë është e pranishme. Pse ndodh fillimisht? Dhe ka ndonjë shans që ne të shpëtojmë këta të rinj? Çfarë duhet të bëjmë? Definitivisht ka një shans. Para na nevojiten neve më shumë modele suksesi. Të rive ju mungojnë modele suksesi.
unë gjithmonë e marrë me që e kam mik të shpirtit Vasil Naçin, është një model i përkryer kur flitet për suksesin. Neve na mungojnë modele të tilla. Ne shpesh dëgjojmë për modele ka bërë këtë, ka bërë atë gjëra që ndoshta janë edhe ilegale, janë pasuruar, ku diu nëpërmjet lojrave të fatit, nëpërmjet korrupsionit, manipulimeve, gjërave të tilla. Modele të tilla ka plot. Ne kemi shumë pak modele të cilët do të inspirojnë të rinjt që të punojnë në punë të ndershme me sinqeritet. Ti edhe vetë ke dëgjuar që ka një kategori e njerëzve që thuan si me punë të sinqert, jo me punë të sinqert. Po, edhe unë e them ashtu, edhe kamermania. Sinqeriteti fiton gjithmonë. A je sigurt? 100% jam i sigurt. Nëse keni dilema, si fiton sinqeriteti tash? Na e demonstrome një rast ku ka fituar sinqeriteti. Po, sepse shiko, me pa sinqeritet do marrësh diçka që nuk të takon ti. Dhe një ditë patjetër ti t'ia kthesh universit, t'ia kthesh ekzistencës. Ne flasim për ligjin e karmës. Gjithçka që nuk të takon ti, e ke marrë ti në forma jo të sinqerta, do qëndrojmë te sinqeriteti, pra në forma jo të padrejta, dhe ti thellë në brendin tënde, ke diçka që e din se si ti ke vepruar, po të tjerët nuk e dinë, ti thua me që të tjerët nuk e di, unë shpëtova. Por ka një instancë që din gjithçka për ti, edhe din edhe veprimet që ti i ke bërë, që nuk janë konform me sinqeritetin dhe ti ke bërë të mira materiale. Ja, unë e them tani, është vetëm çështje e kohës kur ti ato do t'i kthesh. Patjetër të barazohet. Kontabiliteti universal, kontabiliteti kozmik fiton gjithmonë. Ne nuk mund ta zhgënjejmë, ne nuk mund ta korruptojmë universin, Zotin, hinorin. Kështu që kujdes. Kështu që i bie se politikanët Jo, shiko, unë kështu them. nuk funksionon karma te ato. Jo, te secili funksionon, secili duhet të jetë i vetëdijshëm se nëse ka marrë diçka në mënyrë të pandershme, të pasinqert dhe duke e bërë atë ka thyer zemrat e njerëzve, ka lënduar, ka varfruar njerëz, ka zhgënjur, ka çuar njerëzit të qajnë, ai është futur kredit. Edhe këtë kredit këtë do ta ktheje, nuk i hik kësaj. Dhe kjo është bazike. Sinqeriteti fiton gjithmonë. Kjo për mua është, mund të vënoj pak, edhe pse në ekzistencë nuk ekziston as vonesa, as haresa, as herët vonë. Do të thonë, ekziston gjithmonë momenti i dur. Dhe do vi momenti i dur, ku ti patjetër do të japësh atë energji që e ke marrë. Nuk është energjia jote. Halali nuk bëhet haram asnjëherë dhe harami nuk bëhet halal. Shiki, për gjithë ata që ndoshta duan të dëgjojnë shumë më shumë, sepse e di se gjithë ata që kanë përcjellur bisedat që i kanë bërë me ty kanë dashur dëgjojnë shumë më shumë për ty. Ke shumë biseda, po ashtu ke dhe libra, na solle sot dhe libra. Kemi ndonjë libër të ri? Vitin e ardhshëm do kemi librin e 4. Kam 3 libra, domethënë Kush je ti ka qenë libri i parë, pastaj Kontrata me shpirtin, një apel për një vetëdije të re, edhe libri i fundit, kjo libri më i shitur është Kthesa e madhe. Arti të jetuarit në maksimum, që të marrë maksimumin nga jeta. Faktikisht ne kemi një shembull se si merr maksimumin nga jeta. Do me thënë, në paradite mund ta pi një kafe diku në Gjermani, pas dite në Tetov dhe ditën tjetër është në Indi për shembull. Shiko, secili prej neve ka diçka që është e përbashkët me të gjithë qenjet njerëzore. Secili dëshiron të jetojë i lumtur. Dhe kur flasëm të jetojë i lumtur, më së miri ta jetojë atë jetën që meritoj. Dhe për mua suksesi më i madh në jetë është të jetosh jetën të cilën ti dëshiron. Dhe nëse nuk e jeton jetën të cilën dëshiron, atëherë duhet të ulesh në qetësi dhe të shikosh se ku ke devijuar, çfarë ka ndodhur, në çfarë labirinti je, sa e ke dëgjuar veten e kështu me radhë. Shpirti e din ku duhet shkosh. Nëse nuk e dëgjon shpirtin, dije se... Mendjen jonë ndonjë. Jo, mendja është shërbëtori jonë, shpirti është shefi. Mendja është ekselente, por ne duhet ta përdorim si shërbëtor, shërbëjesi jonë, ne duhet ta përdorim mendjen. Dhe kur mendja na përdor neve, atëherë kthehemi tek ato anomalitë që thash, egoja e pangopur, egoja e shfryr, që nuk do të lë asnjëherë rahat. As në krevatin e vdekjes nuk do të lë rahat. Është shumë e sikletshme, sipas analizave që di, të vdesësh me egon në krevat. Se edhe ati nuk të le, nëse nuk ke punuar me veten, edhe ati dhe njerëzit, ka një statistik tani të duket e tmerrshme, po të njerëzit që vuajnë nga ego edhe në momentet e vdekjes, ato i kanë duart e mbledhura, trupin e mbledhur. Kam frikë ta japin jetën, ndërkohë që jeta asnjëherë s'ka qenë e jona, apo e kemi marrë dhe e kthejmë. Exactly, ose si thuan anglezët, they cannot let it go. Kapen, çfarë do bëj me ndërtesat, me karrierën, me famën, me lekët, me... Jo, të gjithë do t'i lësh tu. Ne kemi ardhur pa asgjë,
lakuriq, edhe të tillë dhe kthehemi prapë. Por tër jetën jetojmë duke menduar se posedojmë diçka. Ne nuk posedojmë asgjë, xhamazie. Gjithçka që ne mendojmë se posedojmë na është huazuar për të shërbyer. Dhe arsyeja pse kemi ardhur në këtë planet është që të shërbejmë njëri tjetrit. Aty që ndron fuqia e një bashkëjetese të mirëfillt. Do kthehemi sërish shekit ajo pjesa e adoleshentëve, sidomos, djelmoshave dhe vajzave shumë të reja, të cilët shumë shpesh përfundojnë në fatalitet, tash mundësit janë më të shumta për shembull. Ka shumë faktorë që ndikojnë që të rinjt të mendojnë, të parin hap ose gjën më të lehtë fatalitetin ose ta përmendim fjalën vetvrasjen, në ndërkohë që ka plot mënyra tjera për të gjetur zgjidhje. Po nuk shohin qartë. Si ti bëjmë të shohin qartë, Sheki? Qartë duhet bëjnë momentin që diçka u del nga kontrolli në jetën e tyre, sepse asnjëri nuk është perfekt. Ne nuk jemi perfekt, se ata mund të mendojnë që Sheki është shumë perfekt, është bërë shumë perfekt me meditimin, apo jo? Shiko, ne të gjithë jemi perfekt. Këtu do duhet të flasim ne pak më gjatë. Por ne nuk e dimë se jemi perfekt. Nëse ne do pranonim faktin se ne nuk jemi perfekt, ana do thoshte se kemi anomali, nuk ka perfeksionizëm, okay? Atëherë, Zoti gabua ka. Unë nuk besoj se Zoti ka gabuar tek unë as tek ty. Ne jemi krijesë hinore, por ne nuk duhet që të sinojmë perfeksionin, sepse ne nuk e njohim perfeksionin. Sipas cilën çfarë është perfeksioni? Nuk ka definicion për perfeksionin. Duhet të referohemi një parimi tjetër, një kriteriumi tjetër për ta definuar perfeksionin. Perfeksioni është e hinorja. Dhe ne jemi pjesë e hinores. Por si mund të themi ne nobody is perfect? Unë thëmë, everybody is perfect, but you don't know that you are perfect. Ata nuk e din që janë perfekt. Ata nuk e din që janë perfekt, po shiko, ne duke folur këtu me mijëra ose miliona procese ka ndodhur këtu, pa asnjë lloj gabimi, në nivel të pavetdijshëm, dhe si mund të themi ne perfekt ku shumë gjëra ne nuk e dim. Ne s'dim as 5% të asaj që ndodh me qenien tonë. Kështu që unë e pranoj këtë që everybody is perfect. Dhe kjo duhet të ndryshohet, po kjo nuk ka të bëjë me mendje masin, me prepotencën. Nëse referohemi mendjes, mendja thotë, po, ti perfekt, po shiko të tjerët, fillojmë më njerë të krahasohemi. Krahasimi është ajo që na bën më shumë të probleme në jetë. Mbajeni mend këtë gjë. Edhe drejtoju te kamera Sheki, edhe thuju që nuk duhet të krahasohen. Të rinjt nuk kanë të drejtë të krahasohen me askënd, sepse secili është një tempull i gjallë i Perëndisë dhe ka ardhur këtu me një potencial të papar dhurat nga Perëndia për ta eksploruar dhe për ta konvertuar në shërbim të vetes dhe familjes dhe gjithë shoqërisë. Faleminderit shumë. Ishte një bisedë shumë e këndshme. Faleminderit Sheki, edhe të uroj shumë suksese dhe të falenderoj publikisht që ke ndarë kohën sot që t'jesh në Tetov. Sepse shumica nuk e din që Sheki është i Tetovës. Po, i Tetovës jam.